Horoskopi ditor, e diel, 8 mars 2026. Dashi. Afrodita dhe Saturni takohen në shenjën tuaj sot, i dashur dash, dhe ju doni të jeni të dobishëm dhe produktiv, por gjithashtu duhet të shijoni veten ndërsa e bëni këtë. Ju keni një ndjesi të mprejtë të aftësive tuaja, kështu që as nuk i mbivlerësoni dhe as nuk i nënvlerësoni ato, duke çuar në gjykime të shëndosha. Të qenit serioz në lidhje me një plan ose përgjegjësi mund të jetë në fokus, dhe kjo ju përshtatet mirë. Po i shikoni gjërat me një sy më të pjekur dhe realist. Ndërsa jeni më të qartë se zakonisht, megjithatë jeni në rrezik të merrni përsipër ose të merrni përsipër më shumë përgjegjësi se sa pjesa juaj, diçka për të cilën duhet të keni kujdes. Përndryshe, marrja e vendimeve të pjekura ndihet mirë tani. Demi i dashur, ke një ndjesi të shkëlqyer të prioriteteve të tua sot, gjë që të fuqizon. Marrja e kontrollit të jetës tënde dhe përmbushja e përgjegjësive kërkon kohë dhe energji, dhe tranzitet e sotme të vendosin në një pozicion më të fortë për të parë se çfarë ia vlen dhe çfarë nuk ia vlen të ndiqet. Mund të jetë një kohë për të adresuar problemet e pasgjidhura ose çështjet e mbetura pezull, ose për t'i organizuar ose zgjidhur ato. Venusi është në përputhje me Saturnin dhe po ndërtohet një bindje më e fortë se mund t'i arrish qëllimet e tua. Të bësh zgjedhje të pjekura ndihesh mirë tani. Ka më shumë të ngjarë të dëshirosh të ecësh në rrugën tënde, por hapu veten me vetdije ndaj mundësive që të tjerët po të tregojnë rrugën drejt ndryshimeve pozitive. Përqendrimi te të tjerët mund të jetë i dobishëm, veçanërisht nëse po ndihmon. Binjakët. Binjak të dashur, doni të jeni produktiv sot, por fokusi juaj është më pak në ndjekjet praktike sesa në qëllimet e lumturisë. Në përgjithësi i keni prioritetet tuaja të qarta dhe jeni të prirur të kërkoni stabilitet në jetën tuaj shoqërore. Tranzitet e sotme nxjerrin në pa qëndrueshmërinë e një projekti ose qëllimi afatgjat, dhe ndoshta edhe një lidhje të veçantë me dikë. Një pamje më realiste e një qëllimi, ëndre ose misie është e mundshme tani, pas disa mendimeve, dhe do të shihni se çfarë ia vlen kohës dhe përpjekjes suaj. Është një periudhë kur e shihni më qartë se si ndikoni te të tjerët, veçanërisht te miqtë dhe rrjetet. Angazhimi juaj ndaj një qëllimi ose ndjekjeje afatgjat mund të ndihet mirë dhe e këndshme tani. Gaforja. Kryerja e një pune të kënaqshme dhe kuptimplote mund të jetë në fokus sot, i dashur gafore. Mund të zgjidhni një problem kompleks ose të zbuloni një burim që ju ndihmon jashtëzakonisht. Venusi dhe Saturni takohen në shtëpinë tuaj të 10 diellore dhe të qenit konservator, realist dhe i disiplinuar duket se ka më shumë shpërblime. Në fakt, mund të ndiheni të lidhur me të tjerët ose më mirë me veten duke bërë zgjedhje të përgjegjshme ose të pjekura tani. Mund të jeni duke marrë një përgjegjësi të re që përfshin punë të vështirë ose disa sakrifica personale, por që duket se ja vlen plotësisht mundi. Është një ditë përgjithsisht e mirë për reputacionin tuaj. Mund të merreni seriozisht me një çështje karriere, rregull ose përgjegjësi. Gjithashtu mund të kapërceni një pengesë ose problem, dhe kjo vjen si një lehtësim i këndshëm. Është një kohë e mirë për të parë në mënyrë kritike fushat problematike. Luani. Tranzitet e sotme ju inkurajojnë të shkoni përtej rutinave tuaja të zakonshme, ndërkohë që shijoni gjithashtu një qasje të pjekur dhe të përgjegjshme ndaj jetës suaj, i dashur Luan. Mund t'ju duhet të përmbushni një detyrim, ose mund të keni një diskutim serioz ose një fjalë të rëndësishme për një çështje që lidhet me arsimin ose udhëtimin. Mund të tërhiqeni nga dikush me një perspektivë unike ose të merrni në konsiderat mënyra për të krijuar një fushat promovuese. Energjitë e sotme ju kujtojnë nevojën për të menduar seriozisht për të ardhmen, por është një përvojë e këndshme të përvetsoni një pikpamje më të pjekur dhe të arsyeshme. Të dish se ku qëndron është mbështetje dhe mbështetje. Virgjëresha. Virgjëresha e dashur, je në formë të shkëlqyer për t'i kushtuar gjithë zemrën kërkimit ose një projekti pasionant. Mund të shfaqet mundësia për të zgjidhur një çështje të ndërlikuar dhe mund të jesh veçanërisht i interesuar të bësh më të mirën tënde. Ka zgjidhje për problemet që duhen zbuluar dhe ka të ngjarë të jenë praktike. Përpjekjet për të organizuar dhe minimizuar borxhin marrin mbështetje të fuqishme. Në të njëjtën kohë, mund të jesh duke u përmbajtur dhe duke u përballur me realitetin në lidhje me një çështje financiare ose intime, dhe ndihesh mirë t'i përballosh gjërat me pjekuri. Realitetet mund të dalin në pa në një marrëdhënie, kredi, punë ose situatë të ngjashme. Cila do qoftë kjo, vjen me përgjegjësi.
Je në një pozicion për të marrë në konsiderat të ardhmen tënde dhe ndikimin që mund të kenë zgjedhjet e tua aktuale. Marrja e zgjedhjeve dhe vendimeve të arsyeshme mund të jetë në fokus, ose mund të fitosh këshilla të mençura dhe vendosmëri për të bërë përmirësime. Të tjerët e gjejnë pjekurinë tënde tërheqëse. Peshorja. Tranzitet e sotme ju inkurajojnë të gjeni një perspektivë të ekuilibruar, peshore e dashur, dhe mbështetja të durimi mund të jetë shpërblyese. Arritja e një kompromisi, negocimi ose takimi me dikë në gjysmë të rrugës ndihet e kënaqshme dhe e pjekur. Dikush mund t'ju kujtojë detyrimet tuaja, ose po angazhoheni të dilni për një person të veçantë. Ndërveprimet tuaja me një person të rëndësishëm mund të jenë udhëzuese dhe një qasje e përgjegjshme, e thjeshtë dhe e hapur duket më e përshtatshme dhe e dobishme ndërsa Venusi rreshtohet me Saturnin në sektorin tuaj të partneritetit. Mund të jetë gjithashtu një kohë e mirë për këshillim ose për të kuptuar diçka të rëndësishme përmes një bisede, reagimi ose ndërveprimi. Bërja e marrëveshjeve ose marrëveshjeve të dobishme reciprokisht mund të jetë në qendër të vëmendjes. Akrepi. Je veçanërisht i vetëdijshëm për detajet e nevojshme për të kryer një punë, gjë që të ndihmon jashtëzakonisht shumë sot, i dashur akrep. Me takimin e Venusit dhe Saturnit në sektorin tënd të punës dhe shëndetit, mund të kesh një ndjesi të mirë se po përballesh me realitetin ose po përmbush përgjegjësitë e tua në këto fusha. Është një kohë e mirë për të rregulluar rutinat dhe zakonet e tua të përditshme, dhe mund të kënaqesh shumë duke i vënë gjërat në rregull. Megjithatë, nëse gjërat mungojnë në këto fusha, një kontroll i realitetit, një përgjegjësi e re ose një problem për t'u menaxhuar mund të shfaqet tani. Ndërsa pak jashtëpër ose serioz, kjo të vënë në dijeni dhe në një pozicion më të mirë për të marrë vendimet e duhura për veten tënde. Mund të bësh një angazhim të këndshëm për një qëllim pune ose kujdesi për veten. Përmirësimi i rutinave të tua mund të jetë i kënaqshëm tani. Shigjetari. Tranzitet e sotme ju shtyn të dëshironi të specializoheni, i dashur shigjetar, dhe përballimi i një realiteti në lidhje me një situatë është fuqizues. Mund të jeni duke u marrë seriozisht me një marrëdhënie ose projekt, dhe mund të ndiheni veçanërisht të fuqishëm ndërsa zhvilloni një hobi ose projekt krijues. Mund të fitoni një avantazh në ndjekjet tuaja aktuale. Mund të ketë një rinovim të një angazhimi, por tranzitet e sotme mund të nxjerrin në pah logjistik të ndërlikuar ose probleme në një marrëdhënie dashurie. Mund të jetë gjithashtu një kohë për të parë dikë më realisht, dhe ky mund të jetë një fëmijë, një i dashur ose një mik. Për disa, ka të bëjë me shikimin e një projekti në një dritë më realiste. Sidoqoftë, është një përvojë kryesisht e këndshme, pasi jeni në një pozicion më të mirë për të ditur hapin tuaj të ardhshëm. Të tjerët ju gjejnë veçanërisht tërheqës ndërsa shprehni ose demonstroni pjekurinë tuaj. Bricjapi. Je në një pozicion më të mirë për të sjellë më shumë stabilitet nga poshtë lart, i dashur Bricjap, ndërsa Venusi dhe Saturni takohen në shtëpinë tënde të katërt diellore. Ti dëshiron më shumë siguri dhe mund të kënaqesh duke ndërmarrë hapa për të përmirësuar çështjet familjare, çështjet shtëpiake ose jetën tënde personale. Dëshira për më shumë harmoni dhe ekuilibër në botën tënde shtëpiake është e fortë dhe motivuese, por mbështetja në durim për të ndërtuar këto gjëra është ajo që i dallon gjërat. Është një kohë e mirë për të ndarë me vetdije më shumë kohë për të kujdesur për jetën tënde emocionale ose sistemet mbështetëse. Ndërsa gjërat e paprekshme janë të rëndësishme për ty tani, ana praktike është fortë në mendjen tënde. Ndërsa forcon ose rregullon mjedisin tënd shtëpiak, mund të rezultojë në një përmirësim të qartësisë së brendshme. Të qetësosh pak gjërat ka kuptim tani dhe thjeshtimi ka kuptim, por gjithashtu dëshiron të jesh produktiv. Ujori. Ju kënaqeni duke përmbushur përgjegjësitë tuaja ose duke organizuar jetën tuaj sot, i dashur ujor. Dëshira për të kontribuar në diçka me vlerë ose për të specializuar dhe për të mësuar një temë më thellë mund të jetë një motivues i fortë. Po shfaqeni të pjekur dhe ndoshta si këshilltar ose ndërmjetës. Energjitë e sotme janë të forta për të hedhur themelet për suksesin e ardhshëm ose një projekt të ri afatgjallë. Të fitosh një kuptim më të plotë të asaj që mund dhe nuk mund të arrish të fuqizon. Bisedat kanë tendencë të zhvillohen në anën serioze ose të orientuar drejt biznesit dhe tani për tani jeni të interesuar në atë që është vërtet e realizueshme, jo në fantazi. Mund të kërkoni mundësi për të bashkëpunuar me dikë ose për të bërë partner në një projekt komunikimi. Zhvillimi i aftësive të veçanta mund të jetë i kënaqshëm. Po u kushtoni interesave ose studimeve tuaja më shumë vëmendje dhe rëndësi, dhe kjo funksionon në dobinë tuaj.
Peshqit. Tranzitet e sotme ju inkurajojnë të jeni proaktiv, të dashur peshq dhe të merreni me problemet përpara se ato të kenë një shans për të rritur. Është koha për të shijuar idenë e një plani afatgjat ose për të lidhur me dikë për një qëllim, vizion ose përgjegjësi të përbashkët. Madje mund të kënaqeni duke bërë një buxhet, duke u përballur me një situatë financiare me besim ose duke kursyer para. Zvogëlimi i kufizimeve është më i lehtë nëse keni një qëllim të fortë në mendje. Mund të jeni duke u marrë seriozisht me një plan ose përgjegjësi, dhe kjo është e kënaqshme. Jeni shumë më të lumtur me gjërat që ndihen të sigurta ose të përcaktuara mirë sot. Jeni të motivuar për të zgjidhur çështjet financiare ose sendet me vlerë, dhe marrja në dorë e çështjeve financiare dhe të biznesit që kanë rënë nga sytë të tjerëve mund të jetë fuqizuese. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.